Di camera pure do. Dalesh për fal. Ditë para këtu e kemi. Jo, ja kam marrë. Nderuar Zoti Qytetar i Tiranës, Zoti Ajlari, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, vendore, autoritetet etare, përfaqësues të institucioneve shtetare, të nderuar kryetar bashki, të nderuar ish prefekt, të nderuar ambasador, kam kënaqësinë e veçantë që jem sot me jush të përvjetorin filar. Përvjetor që shënon një shekull nga krijimi i prefekturës së Tiranës. Një shkëndë e rëndësishme që ka shoqëruar dhe dëshmuar rritjen e shtetit shqiptar në epoka të ndryshme të historisë tonë moderne. 100 vjet histori, kur një institucion do të thotë një shekull përgjegjësi, 100 vjet histori për një institucion do të thotë një shekull përgjegjësi, përkushtim, sfida të mëdha dhe transformime të thella. Është një rrugtim gjatë të cilit Shqipëria ka kaluar nga hedhja e themeleve të administratës shtetërore, përmes stuhive të korave të trazuara, e deri tek konsolidimi i vlerave demokratike dhe rruga e paklyeshme drejt integrimit evropian. Krijimi i prefekturës së Tiranës në vitin 1926 kërkoi me një vullnet të madh kombëtar për modernizimin e vendit dhe forcimin e autoritetit të ligjit. Që për asaj kohe, ky institucion ka shërbyer si një urrëdhëse e pacënueshme midis qeverisë qendrore dhe komuniteteve vendore, duke garantuar
stabilitet, rend dhe zhvillim. Nëse Tirana e vitit 1926 ishte një kryeqytet i ri, me ambicie të mëdha por me mundësi modeste, Tirana e sotme është krejt tjetër gjë. Ajo është zemra politike, ekonomike dhe kulturore e kombit, një metropol dinamik që reflekton energjinë, transformimin dhe aspiratat e Shqipërisë së shekullit 21. Në këtë rrugtim të jashtëzakonshëm, prefektura ka qenë aty, pranë qytetarëve në ditë zhvillimi e prosperitetit, por edhe në momentet më të vështira të krizave apo fatkeqësive natyrore, duke mbishëruar në çdo hap seriozitetin dhe vazhdimsinë e shtetit. Për vjetor të tillë janë parazgjidash një festë për të nderuar kujtesën dhe kontributin. Ndaj dëshiroj të shpreh mirënjohjen më të thellë për gjithë ata që shërbyen kundër vitit, prefektët, nënpunësit dhe punojësit e thjeshtë të administratës. Me profesionalizmin dhe integritetin e tyre, ata ndërtuan traditën shtetërkombëtare që ne e gëzojmë edhe sot. Ky jubilej nuk nafton vetëm të shtojmë kokën pas. Ai na kërkon të shohim me përgjegjësi drejt së ardhmës. Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarët po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësore. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Korniza kushtetuese së bashku me rregullat e shtetit ligjor dhe demokracisë përbëjnë garancinë kryesore për funksionimin e drejtë të shoqërisë. Si presidenti i Republikës, mbetem i përkushtuar në mbrojtje të kushtetusës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitjen e një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euroatlantike të vendit. Të nderuar pjesëmarrës, ky jubilej na fton të mendojmë për rëndësinë që administrata publike ka për qytetarët. Të kërkojmë më shumë nga vetja, të kërkojmë më shumë edhe nga njerëzit e shërbimit publik. Të rrisim cilësinë, sepse duke rrisur cilësinë ne forcojmë besimin. Gëzuar qindjetorin e prefekturës Tiranës, faleminderit dhe përmbajtje. Faleminderit ju, zoti president. Dua të kujtoj që prefektura e Tiranës është një nga institucionet më të hershme